flasim për një libër jashtëzakonisht të veçantë. Bestseller e kemi në Shqipëri dhe jo vetëm, por ajo që e bën edhe më të veçantë librin për cilin po flasim, nuk është elementi që thjesht ka pasur një këshëri të madhe për ta lexuar dhe për të kuptuar më shumë. Gëshërët, ngjyra e zezë, imazhi i një femre, janë detaje të cilat na flasin për anatominë e një vrasjeje. Nuk do t'ju jap shumë detaje rreth librit, unë po besoj që zonjën Eva Caca e keni njohur dhe e keni dëgjuar përmes rrjeteve sociale, përmes intervistave pafund që ka në televizionet e Shqipërisë, dhe sot jam shumë e lumtur që e kemi këtu në Radio Televizionin 21 ekskluzivisht që të flasim për përvojën e saj, të cilën e gjejmë brenda këtij libri që do të mund të kuptoni më shumë detaje rreth tij gjatë kësaj bisede. Të drejtohem me Eva, kështu më duket më e afërt. Aq më mirë. Mirë se jeni, mirë se vini sot këtu në studion e magazinës Popbar. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën dhe pse jo të mos jemi tani Shqipëria është një, nuk ka se pse. Unë mendoj që edhe ato kufit aty janë kaq pa vlerë, por le t'i respektojnë, ndoshta dikujt i bëjnë mirë diçka. Ju falenderoj gjithëve, unë ndihem si në shtëpinë time, në përgjithësi në Prishtinë, në Kosovë, unë vi shpesh, nuk është se është hera e parë, por këtë herë ndryshe. Patjetër. Këtë herë të kemi si autore një libri jashtëzakonisht të veçantë, që prezanton një pjesë të realitetit të grave të ndryshme të botës, por unë do të thoja me tekst të veçantë të gruas shqiptare, që ditë të jetë e paragjykuar, që ditë mos jetë e dashur, duke filluar nga familja e më pas tek të tjetër, të tjerët që ditë të marrë në duar ato që të bëj drejtësi e shumë elementet e tjera. Si është të shkruash një libër si ky që po flasim sot për të, duke u nisur nga vetja e duke portretizuar edhe shumë gra të tjera? Është shumë e vështirë të thuash, sidomos në rastin tim, se si është të shkruash një libër. Ndoshta shumë shkrimtarë nuk janë bërë në rrethanat e mia, nuk kanë shkruar të rëndësar, nuk janë bërë poet në ato rrethana që unë pata fatin, nuk u di unë se si ta quash, sepse nëse lexoni në pjesën e pasme të librit, unë them një moment ai shmange do të njeriu fatit. Dhe kjo është një pyetje që secili me këndvështrimin e tij e shet ndryshe. Unë shkruajta në rrethana jo shumë të këndshme dhe jo shumë të pranueshme, ose më saktë një përvojë që edhe pse më ka nxjerr diku, nuk do ta doja kurrë dhe nuk do t'ja uroja askujt që t'i ndodhte. Unë do ta në momente të vështira, padrejtisht, fatkeqësisht, por ja që ndodhin këto gjëra. Ajo që unë dua të dal para se t'ju tregoj se si erdhi kjo, si erdhi më saktë, se si erdhi në jetë ky libër. Përpara kësaj unë dua të thoja që ose më saktë jap mesazh, se kam shumë dëshirë që kam disa mesazhe brenda meje që nuk di dhe kërkoj ndonjëherë gërmoj trurin, në këtë vërtetë që nuk ka asnjë gjë se kjo shqipja jonë është kaq e thjeshtë për t'i thënë gjërat. Dua të jap disa mesazhe për njerëzit, nuk ka nevojë se nuk ka rëndësi se çfarë ndodh. Rëndësi ka çfarë bën me atë që ndodhi. Shumë e rëndësishme. Dhe diçka tjetër që doja t'ja thoja sidomos të rinjve, të mos kapen me një të keqe që u ndodh. Gjithçka një ditë mbaron, sado e keqe që të jetë. Thjesht të presim pak sa të kaloj. Dhe nëse i përdorim të gjitha ato që na ndodhin, sepse gjithçka për mendimin tim ndodh për një arsye një herë para, ose na duhet që ta përdorim kështu. Na duhet të kalojmë në ndoshta duhet të themi që sepse nëse marrim rastin tim, u deshi shigjeta të shkoj aq shumë brapa që të niset para, sa aty në ato momente mendova se preka ferrin. Që ta bëjmë pak edhe ato që na dëgjojnë apo na shohin, që t'i japim pak qartësi. Unë para 2-3 vjetësh fatkeqësisht e thash edhe një herë, dhe padrejtësisht u gjenda në burgjet greke. Dhe është, më fal që të ndërprej, po e kam të pamundur, sepse konsideroj çdo grua, çdo nën që lexon faqet e para të librit, do të ndjej ankth, frikë për personazhin, që këtë rast është vetë zonja Eva, për fëmijën që ka me vete dhe për krejt këtë mjegullin në të cilën gjendet në një moment papritur. Dëgjoj, jetës nuk i dihet. Nuk i dihet vërtet se çfarë të vjen dhe prandaj themi që 100% nuk ka asnjë siguri për asgjë. Ajo që është ajo që mua më ka dhëmbur më shumë ose më ka ngel në mendje, më ka dëmtuar në një farë mënyre, mund ta them është ajo që nuk zgjidhej dhe nuk i jepej ai drejtimi që unë të kuptoja çfarë kishte ndodhur, se okay, një ngatres, një gabim. Po flasim për një moment kur Eva me djalin gjendem në aeroportin e Greqisë dhe jemi për të kthyer në Shqipëri
Dhe aty kuptoj, mësoj që kisha 4 vite që isha në kërkim. Për diçka që nuk e keni bërë kur. S'kishte lidhje me mua fare. Dhe është një moment që isha e dënuar për plot 8 vite. Dhe aty jeta ime mori një tjetër rrjedh. Aty fillova të ndryshoj dhe mund të them që më ka ndryshuar komplet. Edhe kur kam disa rrethana të ndryshme apo të vështira në këto kohë, më duken shumë të thjeshta. Eva, i mbajtet 8 vite burg apo ishte vetëm 6 muaj? Isha e dënuar për 8 vite, por unë aty bëra 6 muaj, mund të them 7, sepse edhe mbasi që mora pafajsin. Do të thotë, në Kosovë themi pa prit pa kujtu, sa hape mbyll syt nga një rrugtim që ishte thjesht një aventurë nëna ime thoshte ndjes të ketë, nëna ime thoshte ra për së kthjellti, që do të thotë kur bie gjëmimi për së kthjellti, ai është se nuk e pret. Dhe përfundon në burgjet e Greqisë. Aty kuptohet se sado që të them unë, burgu është burg. Normalisht burgjet e Greqisë mund të them që kanë një plus negativ akoma më tepër. Si është jeta për një shqiptare brenda këtyre burgjeve? Për këdo që tjetër, nuk besoj se do t'jetë ndryshe për një shqiptare, ndryshe për një tjetër. Po të bëj këtë pyetje me qëllim sepse do të bëj një pyetje tjetër e kuptoj se ku doni të dilni juve. Unë nuk dua të kapem tek ajo pjesa se sa racizëm kanë ata ndaj nesh, sepse ne dim që aty ka gati 1 milion shqiptarë që jetojnë dhe punojnë, dhe si mund ta quajmë në një vend racist kur ka hapur dyert e tyre që po jetojnë. Por jeta brenda këtyre burgjeve. Unë them se sistemi është ai që e ka bërë të tillë që ti të ndihesh ndryshe nga të tjerë. Duke dëgjuar për shembull që 2 bashkëvuajtësat e mia ishin cënuar apo prekur nga i njëjti fakt, pra kishin bërë të njëjtin, kishin kryer të njëjtin faj dhe ishin dënuar ndryshe. Këtu kuptoje që nuk është ashtu, pra ka racizëm. Këtu e kupton që kur ti gjen aty një pjesë shumë të madhe, një përqindje shumë të lartë të shqiptarëve brenda në burgjet greke, jo vetëm femrave, po dhe meshkujt janë, dhe këtë e dim. Dhe nga këtu kupton, sepse kur jeti brenda në një dhomë me 20-22 persona, se janë greke, se janë shqiptare, të njëjtat kushte kanë. Ke jetuar me 22 persona për 6 muaj, pothuajse 7 në një dhomë. Pa. Ishte për një faj që se kishe bërë kur, për një vend në cilin s'kishe qenë kur që është Kjo është ajo që të vret, sepse nuk është se ti po bën burg, ka shumë njerëz që janë jashtë dhe ndihen brenda. Më kupton se çfarë duhet të them. Ka shumë njerëz që janë jashtë aty dhe në vërtet jetojnë brenda, nuk ka problem. Ose ka shumë persona që janë atje brenda dhe ndihen jashtë. Sepse gjithë burgu është brenda, është në mendjen tonë, nuk është aty. Por ajo që mua më vriste ishte padrejtësia. Si është u lërisësh me gjithë zërin që je pafajshme. Më duhet në një vend të tillë kur nuk njeh. Thosha ndonjëherë duke qeshur, hajde të mbush mendjen unë këtyre që s'jam elefant. Se ishte fiks. Pra unë doja, tu thoja që s'jam elefant. Niko që unë dukesha që s'isha elefant. Por aty kështë marrë formën e prera i vendim dhe kështë shkuar. Ideja është që unë e dash mesazhin pak më përpara të qartë. Dhe ideja është që mos nuk është nevoja që të merremi me këtë çështje. Çfarë nxjerr kjo histori? Se kjo është e gjithë që unë jam duke u ringritur, unë jam duke rindërtuar, unë jam duke ardhur në që do të thotë, nuk ka nevojë të ndodhi diçka që ty do të mposhti. Ti ke mundësi që ta marrësh prap veten dhe ta gjesh aty ku je. Jeta ime nuk është 7 muaj. Patjetër. Është një jetë e tërë. Dhe unë e falenderoj, nuk e di nëse ka krijues që besoj fort, që më ka dhënë atë forcë, fëmijët e mi që më ka dhënë fuqinë që t'ja dal. Çfarë ndodh me djalin se kam këtë kurreshin e pafund kur ty të burgosi? Nuk kuptoj ku prek. Nuk mund mos bëj të pyetje, se të kam përballë. Unë kuptoj se ku ke dëshirë çfarë do të pyesësh, çfarë ndodh. Është e vetë kuptueshme që do thotë në momentin që të marrin fëmijën aty dhe ti thon që ti do të kalosh këtu dhe djali jo do të ikë apo do ta marrin në një qendër, është se të të shkulin zemrën nga vendi. Nuk di si ta. Po ashtu ndodhi, morën aty. Po për fatin tim të mirë, unë kam 2 fëmijë dhe i me bi ishte i rritur, që do thotë se i ka 16 vite mbi djalin. Dhe për brenda 24 orësh u gjenta ajo, mori avionin e parë që pati mundësi dhe u gjenta atje që mori djalin. Të dënuar për një krim që se bëre kur. Që se bëre kur. Për në një vend që nuk ishe qenë kur. Dhe të bëra pyetjen si është jeta një shqiptare brenda burgjeve të Greqisë, sepse më intereson të di nëse ambasada shqiptare, nëse shteti shqiptar kishte treguar sa do pak vëmendje për një shtet aset të saj. Nuk e di sa keq do t'u vinte ta dëgjonin, po unë të doja shumë ta dëgjoja. Unë jam me bindje të plot. Unë jam rritur jetime nga babai, sepse mua më ka lënë babai 2 vjeç e gjysmë, 3 diçka.
Dhe unë e dish do të thotë jesh jetime pa baba, por aty e pash 2 herë që do thotë ti jesh jetime prej vërtetë, pra ne jemi jetim. Nuk e di ndoshta Kosova e ka babain më të fortë, po ne në këtë aty këtu jemi. Ne në këtë prizëm jemi jetim. Sepse tentuava dhe unë dhe ata që ishin jashtë me bi, njerëzit që na rrethonin, por asgjë. Dhe si erdhi u prit derisa u bë dita e gjyqit. Kur u bë dita e gjyqit, aty më pas aty mora pafajësinë. Patë një dëm shpërblim për këtë. Nuk është se mbaroj aty. Madje kjo është ajo qershia e idhur mbi çdo tort që vendoset. Kur unë mora pafajësinë, nuk është se dola. Dhe çfarë ndodhi? Në momentin që shkova të marr sendet e mia të famshme që kisha aty, po, sapo i mora gjitha dokumentin çfarë kisha, dhe bëj të dal, aty më ndalon policia e emigracionit dhe thjesht më pyesin se duan të më verifikojnë dokumentat dhe verifikojnë që unë kisha kaluar 6 mujorin e qëndrimit që kisha të drejtë në shtetin grek. Dhe ishe në burgjet e tyre. Kjo gjë nuk ishte shpjegim. Nuk dija, edhe pse unë e njoh gjuhën greke, nuk pata asnjë mundësi tu jap të kuptojnë në njerëz, nuk ka lidhje. Pra, e kam kaluar, e kam shkelur këtë rregull për këtë arsye dhe sapo kam marrë pavajsinë, pra më keni mbajtur ju. Nuk desha të rria. Nuk ishte, ne nuk dim gjë çfarë është bërë nga dje dhe më tutje, ne dim çfarë bëhet nga tani. Çfarë ndodhi më pas? E pastaj kalova ca ditë të mrekullueshme fare në ca biruca të kështu. 20 ditë po thuajse. Por, kur lexon këtë libër, Eva, e sheh që Eva po jetonte, nëse mund të themi, në parazit krahasim me Besmirën. Këtë libër që, këtë histori që ju tregova deri tani, ky do të vinë në tetor. Unë kam shkruar gjithçka. Aty do të kuptoni se çfarë bëhet vërtet në ato brenda atyre mureve. Sepse shumica e njerëzve unë e di që kanë kaluar shumë nga shqiptarët, qoftë nëpër burgjet e Europës, sepse ne jemi të shpërndarë gjithandej. Dhe kemi kaluar vërtet, kanë kaluar shumë shqiptarë në ato dyar dhe din shumë mirë çfarë bëhet, edhe pse shumica nuk tregojnë se ndihen pak fajtor, në thonjza. I ushqejnë si duhet, i trajtojnë si duhet, nganjëherë janë elemente që nuk na bëjnë shumë përshtypje. Dgjoni pak, nëse duam ta dim të vërtetën, burg do të thotë heqja e lirisë. Kurse aty hiqen të drejtat. Brenda burgjeve të Greqisë. Nuk është vetëm heqja e lirisë, sepse burgu në të vërtetë, me këto kushte që jemi sot, nënkupton heqja e lirisë, jo heqja të drejtave. Kurse ne fjalën liri besoj ne. E gjithë kjo botë. Fjala liri për mua është vetëm në fjalor, nuk është diku tjetër. Nuk ka liri në asnjë vend. Megjithse jam edhe një mendimi që liria e tepërt ndoshta prish të dëmton edhe njeriu më të ndershëm që ekziston. Por gjithçka duhet të ketë kufi. Pra edhe liria duhet të ketë kufi, mos të jetë me, për mendimin tim vetëm dashuria duhet të jetë me tepëricë. Edhe kur bën dëm, le të merret më shumë. Vetëm ajo nuk bën dëm. Eva, përveç kësaj pjese të rrëfimit që ti ndave me ne, që e kemi të detajzuar në krejt ato çfarë ke përjetuar në libër, është personazhi i Besmirës, ai i cili të rënqeth edhe shpirtin për të mos thënë thjesht trupi, një tjetër shqiptare që Eva e takon në burgjet e Greqisë, një shqiptare që së pari e vran familja, do të thosha, e më pas shteti grek e shoqëria e të tjerët me radhë. Ajo që dua të them ose më saktë, nëse e keni vënë re, librin unë e kam cilësuar që të lexohet në 16+. Po, e vërtet. Fakti është ndonjëherë kur takoj një 15 vjeçare apo 15 vjeçar, them ndonjëherë duhet ta lexoj edhe ky. Edhe di pse mendoj kështu, se më duket sikur e keqja është e keqe kur nuk njihet. Nëse njihet nuk është më e keqe, bëhet e mirë. Dhe unë e kam sjellë këtë libër sepse në fillim kam pas dhe unë ato dilemat e mia dhe ato pikpyetjet, a duhet ta sjell një libër kaq të fortë, si do të pritet nga sepse janë tema që nuk është se janë aq shumë të pranueshme dhe do të priteshin mirë. Por në të vërtetë ky libër u prit shumë çuditshëm, shumë mirë, aq sa nuk e kam pritur asnjëherë. Unë mendoj që edhe kritikat për një libër apo për një vepër çfarëdo që të bësh janë të mira. Por deri tani nuk kam marrë kritika. Po prej sepse një kritik të rrit më tepër. Po për këtë libër nuk ka pasur kritika. Jo se ky është absolut 100% mirë, po ka një fuqi të tmerrshme që njerëzit të humbasin aty dhe nuk e gjejnë dot se çfarë po ndodh me kritikat. Nuk besoj se gjejnë dot as gabimet nëse ka, se mund të ketë një libër dhe gabime. Nuk i gjejnë dot.
Ajo që unë dua të them është që me dije ke vetëm mirë. Nëse e dim, do të zhvillohet bota dhe nuk do të kemi këto probleme. Nëse do të vinte një pyetje, kemi barinj aty. A do të mërziteshin të gjithë barinj që do ta lexonin këtë libër apo do ta dëgjonin si histori? A do të ndiheshin këta të përbuzur? Sepse pak a shumë e ke lexuar librin dhe e ke iden. Nëse këta barinj do të ishin të ditur, se ne dim që zhvillimi ka ardhur, kjo kohë që kemi sot, ka ardhur nga zhvillimi, nga dija, nga kultura, normalisht dhe arti ka ndihmuar. Çfarë dua të nxjerr me këtë? Kur është krijuar njerëzimi, nuk e ka ditur njeri se duhet ishte monogami, duhet ishte poligami, apo do të ishte sepse nuk e ka ditur askush këtë gjë. Që do thotë, të gjithë njerëzit funksiononin siç sot janë kafshët. Dhe zhvillimi, njohuria, dija i bëri që të ndajnë çdo të thotë familje, çdo të thotë këtë. Pse incesti sot dënohet? Para 5000 vjetësh ndoshta nuk dënohej, se nuk e dinte fare një mashkull, prandaj s'kishte atësi, kishte vetëm mëmësi. Nuk e dinin dhe nuk e dënonin atëherë këtë gjë, sepse nuk e dinin që kemi edhe këtë element në kulturën shqiptare që e hasim në këtë libër. Pra, atëherë që do të thotë, në këtë libër flitet për një autik që ne e trajtojmë si gjën më të keqe ose si fatkeqësi që ndodh. Kemi atë që ne bëjmë një baba që kërkon patjetër një djalë. Ne dim që edhe sot në 2026, jam e sigurt që edhe në Kosovë, jo vetëm në Shqipëri, ka akoma aborte selektive. Është gjunaf. Duhet lindim fëmijë, jo më djem vajza, se s'ka ka nevojë. Besmira, personazhi është vajza e shtatë e asaj familje. Dhe ato të shtata vajzat edhe nëna e saj ndiheshin fajtore një jetë vetëm se ishin vajza, s'kishin një gabim tjetër në jetë. Dhe ai baba që sado ne ta quajmë fajtor, që mund të ishte shumë fajtor, ai ndihej i diskriminuar nga të gjithë sepse nuk kishte një djalë dhe kishte turp të dilte, të tregonte që vajza ime solli vajzën e 7 apo të 8. Që do të thotë, vërtet ai u tregua baba shumë i keq, por i gjithë trysnia që ka psuar ai baba një jetë e bëri dikush e bëri që të jetë. Ajo që juve lexoni prapë në pjesën e pasme, a lind njeriu vrasës apo bëhet? Nuk e di juve se si e shikoni, a lind një njeri vrasës apo bëhet me jetën? Sepse për të ishte nga këndvështrimi im, unë them se një njeri lind edhe me të mirën edhe me të keqen bashkë. I ka të dyja. Kë do t'i ushqejmë, atë do të kemi. Nëse ne do t'i ushqejmë gjithkohën dhunën, do ta kemi një të dhunshme. Nëse do t'i japim dashuri, do ta kemi njëri të dashur. Kështu që Besmirën unë e kam trajtuar... Është personazh real Besmira? Emri. Personazh, është real? Po. Këtë dua të di, sepse nga njerë në veprat të cilat ka elemente të vërtetës, kemi edhe elemente fiktive. Absolutisht. Prandaj aty këtu thuhet që është e bazuar në histori. Pra ngjarja është e gjitha e Besmirës. Tani libri e kam bërë unë, por si ngjarje është... Çfarë ndodh me Besmirën? Si përfundon në burgje? Unë uroj që të jetë mirë. Ka dalë nga burgu? Po si mund të dalë një njeri që ka bërë 9 vrasje? Si mund të dalë një person që ka bërë 9 vrasje? Sepse unë aty Besmirën e kam trajtuar, unë jam një tip fatikisht që unë njerëzit i justifikoj, edhe kur më rëndojnë, edhe kur më fyejnë, gjithmonë i justifikoj, gjej diçka për diçka e bëri. Dhe tani që të justifikosh një person që ka bërë 9 vrasje, se vrasja nuk justifikohet, që do që të ketë ndodhur. Por nëse e lexoni me atë vëmendjen e dur dhe kapin çdo lexues që e shef librin, duket sikur Besmira është heroin. Absolutisht që Besmira nuk është heroin. Por nëse ne li japim të lexohet e kaq shumë persona, të aq më shumë zëra që të shkojë dhe të ngrihet zëri për këtë, do t'i stopojmë këtë. Ka një shprehje brenda që thot Besmira, ndihem fajtore ose ndihem vrasëse jo për këtë që kam vrarë, po për atë që e vrava duke mos e mbrojtur. Pra, e kuptoj. Eva e thatë shumë bukur në fillim të kësaj interviste që nga njeriu nga më e keqja e mundshme mund të nxjerrë diçka që do të hyjë në jetë që do të mund të nxjerrë diçka të mirë prej saj. Ky libër jam e bindur që të ka dhënë pafund të mira, në kuptimin që e para të ka japur mundësi që këtë rrëfimin tënd, këtë historinë tënde të jashtëzakonshme të asaj çfarë ke përjetuar në burgjet e Greqisë ta ndash me gjithë të tjerat. Na i hapur sy që t'jemi të kujdesshëm se nuk është që kemi dikën mbas vete nëse veç ne gjendemi në një situatë të tillë, po flas të rast për shtetin, dhe mbi gjitha të ka bërë shumë të dashur për lexuesin shqiptar.
unë jam e bindur që një libër tjetër i Evës do të mirëpritet dhe do të jetë një tjetër bestseller, po asa edhe ky që kemi. Është e sigurt që sepse ky libër e hapi rrugën, e ka çara të bllokadën që ne e quajmë ndonjëherë. Ka ecur në mënyrë të tillë dhe është lexuesi i cili mua më detyron me thonjza i jam vërtet detyrues ose premtoj sepse duhet të sjell vepra të tjera. Unë aty kam mbajtur shumë histori, sepse unë aty nuk është se i mbaj histori për të bërë libër, sepse unë s'do ta mendoj asnjëherë që unë do botoja. Unë kam shkruar që në fëmijëri poezi të ndryshme, hartime. Nuk e mendoja që të shkruaj. Po që të botoja nuk e kisha menduar asnjëherë. Po gjatë kohës kur po shkruaj, po merrsh këto shënimet në burg, nëse mund të themi. E kishe menduar këtë ndonjëherë? Që ta bëja libër? Jo. Thjesht unë aty duhet, sepse kërkon të mbijetosh në ato vende. Nga që aty kishte shumë zhurmë, shumë tmerr, unë nuk lexoja dos, unë jam njëri që lexoj pa ndalim. Nuk lexoja dos, ishte e pamundur. Dhe çfarë bëra, zgjodha të shkruaj. Nëse vjen në shtëpinë time gjën letra që janë të pa kuptim, ta thua vërtet edhe këtu ka shkruar. Edhe në letër higjienike. Sepse aty gjen atë është momenti. Nuk e di se çfarë, ndoshta nuk e bëjnë të gjithë, se ne dim që kanë kaluar dhe në ato vende dhe kanë ngelur aty dhe kanë rënë, se janë ngritur më kurrë. Por unë them le ta përdorim. Është një shprehje që e kam thënë diku tjetër, nuk e di ku, më jep një tragjedi të t'jap një kryevepër. E vërtet. Kështu që në një kohë që unë arrita të jem deri këtu, të jem mirë, sepse ky sakta mua më ka kuruar. Atë që më ka kuruar pra mua si person, sepse nuk e dija që do kurohesha. Eva, kur flasim për këtë libër, sepse duke folur për këtë libër ne flasim për historinë tënde. Do doja që, sepse më vje keq që kemi minutat e fundit të kësaj interviste, më vje shumë keq që është e vërteta. Do doja të ndaje me ne momentin më të rënd, më sfidues që ke pasur brenda asaj qelie me 22 gra të tjera, e që në fakt ka qenë moment që të ka ba me fitu atë fuqin edhe me fitu këtë shpresën që, okej, edhe kjo gjë do të kaloj me deomas. E keni iden kur bie shisja e bën ajo fshirësja e xhamit? Po. Është më bën mendja tani sepse më vjen 100 në mendje, nuk po di se nga të kapet. Më erdhën shumë momente. Por një nga ato që e falenderoj shumë atë zonë që ishte aty brenda, ka qenë një moment kur unë prita fiksa kisha mbushur 1 muaj që doja të dilja, sepse e prisja që është sigur, do bëja një gjyq, do vërtetoj që si isha unë dhe dija që atë ditë do dilja. Ishte diçka që e kisha 1.000.000% të sigurt, jo 100. Nuk e kisha hapur gjërat e mia që kisha. I mbaja tek ajo çanta sepse do iki sot. Aq e kisha të mbushur mendjen. Ishte edhe periudha e karantinës që ishim me Covidin dhe na kishin mbyllur në karantinë. Kur dola na hapën derën në orën 9 të darkës, prita gjithë ditën që të më thrisnin tek ajo brima e vogël që kishte aty që thrisin emrin tim që do dilja, nuk u thrit gjithë ditën dhe unë ngela atje me atë kokën varur brenda në asaj që të më thriste dikush nuk më thriti. Dhe në orën 9 na hapin derën pasi u mbyllën të gjithë të tjerët se ne ishim në karantinë pasi kishin pasur një person me Covid brenda në dhomë. Hapin derën që të dalin dhe unë hapin derën dhe u shkoj direkt tek telefoni, pra tek kabina e telefonit. Vendos kartën dhe mos ta lodh shumë, mos të zgjaste në momentin që dëgjoj zërin e si me bie, e cila kishte qenë atë ditë në gjyq. Unë kuptova me njërë që sapo ajo pyeti, mam si je? Më thuaj, i them. Si ke qenë ti sot? Më thuaj, po të them, nuk e di zërin se ku shkoj. Sepse e kuptova që ajo po më pyeste si je, do më thoshte që mami mbaroj do dalësh, kuptohej që kështu. Dhe nuk e di pse doja ta dëgjoja dhe pse e kuptova që s'kishte. Më thuaj, po të them. Po qetësohu, thot ajo, sepse ne do gjejmë diçka tjetër. Më thuaj pra çfarë ndodhi? Dhe ajo thot nuk e pranoi shteti grek kërkesën. Sepse nuk je shtet as e Greqisë. Ne bëm një kërkesë që unë të dilja jashtë derisa të zgjidhej kjo. Nuk u pranua. Atë ditë ishte më e fortë se dita që më ndaluan. Se ditën që më ndaluan vërtet e përjetova keq, po thash do jetë një ngatresë që do të zgjidhet shpejt, se sot unë akuzohesha për një vjedhje, sot me shenjat e gishtave me një kamerë zgjidhet. Nuk është se jemi 10 vite apo 50 vite përpara që ne nuk kemi mundësi. Dhe në atë moment unë asnjëherë edhe kur unë kam kaluar shumë momente të vështira në jetën time, asnjëherë nuk kam menduar të bëj keq vetes, pra që dorëzohem kurrë në jetën time. Por në atë moment më duk sikur vetja po më tradhtonte. Dhe sikur doja të mbyllja sy të flija mos zgjohesha më. Erdhi një grua që ishte aty brenda, e cila shumë e lodhur, shumë keq, emocionalisht ishte, nuk e di, afrohet, më shikon mua që më ishin mbledhur të gjithë dhe më flisnin mos bërtit se do të heqin të çojnë sepse na çonin në psikiatri kur shikonin që ishem në gjendje shumë të keqe. Dhe thot, "Ç'a ke?
që të ka ndodhur, të ka vdekur me një nga fëmijët. Kjo ka qenë një pyetje që mua më nxori nga burgu. Edhe pse aty qëndrova 5 muaj të tjera, që atë ditë dola. E kuptova që jeta ka shumë më keq edhe se kaq. Dhe ajo ka qenë një momenti që e pash shumë keq, e pash një vëdëllime shumë keq, dhe ishte një moment që nuk e harroj dot as një moment, as fytyrën e saj, as vendin, as momentin, as kjo ka qenë më e forta që më shkul vendit. Eva, të falenderoj përzemërsisht që zgjodha emisionin Bombon të ndaje këtë rrëfim me ne. Faleminderit edhe juve. Të promovonim këtë libër, të cilin shumë shpejt do ta kemi edhe në libraritë e kryeqytetit. Po, është pothuajse në gjitha, është në Dugagjini, është tek shumë librari, kështu që mund ta gjeni, lexuesit mund ta gjejnë ku të duan, është në libër. Një rrëfim i jashtëzakonshëm që prezanton dhimbjen, por mbi gjitha shpresën për një jetë më mirë. Faleminderit. Ja dalim, kemi mundësi. Patjetër. Faleminderit shumë, faleminderit.